Kam jetur një person, njoft të person në Facebook, në rregull. E kam takuar 2 herë. Të jesh duke fletur gjuhë, edhe të bën foto apo video më sakt, vetëm një mostër të tillë kam parë në jetën time. Shteti shqiptar të marr masa për këta njerëz, për këta mostra, se si quhet dot njerëz. Nëse në ligj nuk e po nuk të ta bëj vetë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali, konkretisht në Rom, dhe do lidhemi me një 48 vjeçare e cila quhet Sonila. Sonila prej vitesh jeton në shtetin italian, por në fakt dëshira për të qenë pjesë e rrjeteve sociale, aty ku ajo u njoh edhe me partnerin e saj, pa një tmerr të madh, dhe kjo nën, kjo grua jo vetëm u xhirua në momente intime dhe foto nudo, të cilat u shpërndan në rrjete sociale, dhe kush ja bëri? Partneri i saj. Do të jetë 48 vjeçaria, ndo hap dritare në duke më pritur për të na i rrëfyer këtë histori. E dashur Sonila, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Roma. Në fakt më keni telefonuar, më keni shkruar në numrin tim se kërkoni të bëni një denoncim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në jetën tënde. Po. Dhe unë do të dëgjoj me shumë vëmendje. Domethënë çfarë ka ndodhur me jetën tënde? Atëherë, në jetën time kam kaq vite në emigrim. Jam një nën, kam një fëmijë, djalin 22 vjeç. Me jetë ta kesh. Faleminderit. Kam jetur një person nga Dibra, me emrin Riza Xhemalallari, që jeton nga Pullazhani i Dibrës. Po. Njoft të person në Facebook në 2020. Në 2020 ky person mua nuk më linte rahat, atëherë bëja live në Facebook. Në ato kohë. Isha shumë e preferuara, shumë e dashur nga të gjithë njerëzit. Nëse vin ky person s'po linte rahat, nuk më linte rahat, okej, në rregull. E kam takuar 2 herë këtë person. Pra, le të themi ky person nga Dibra u njohët nëpërmjet Facebookut. Po, nëpërmjet Facebookut, po. Po. Njoft të person, në 2020 unë atëherë kur kam jetur këtë person, kam qenë e operuar 4 herë me tumor në gjë. Oh. Si jeni sot me shëndet? Ja, me shëndetin ashtu kështu. Ecim përpara se unë jam femër e fortë, jam femër luftarake. Bravo, më vjen mirë. Unë nuk dorëzohem asgjë në jetë, sepse jeta ka detin e qetë dhe dallgët e mëdha që kështu u mësova me të dyja. Dhe me detin e qetë, por dhe dallgët shumë të mëdha dhe shumë të forta. Nëse njoft të person, në ato kohë të gjithë shoqëria ime, Sonil bëj kujdes më thoshin mua. Më verbuan syt, nuk e di as vetë si më verbuan syt duke njohur veten time dhe karakterin tim si femër. Erdhi në live, në ato kohë që unë operova zhdukej, ky person, dhe aty ndodh që gjendej Facebookun e vërtet të këtij. Riza Çela, sepse Riza Çela është mbiemri familjes dhe Riza Xhemalallari pasi është i martuar, do vinë dhe këtë pjesa këtu e martesës, që si u zbulua kjo e vërteta. Pse ai kur u njoh me ty kishte një familje? Po, nuk thoshte ky që jam i martuar. Jam single. Po. Ky në rrjet social është shfaqur si person single. Nuk është shfaqur kur si martuar, aty që në fotografinë këtij me gjithë fëmijën e vet në krah. Dhe më thon Sonil, e gjetëm tha filani ka fëmijë. Kur unë atë i kthej fotografinë me të bijën, më thotë është çup e motrës. Por do marrë fesh të histori. Ai të gacmonte, le të themi, në Facebook, ju lat një takim dhe ti avash u dashurove me këtë person. Po, u dashurova. Dashuria është fjalë e madhe. Do me thënë që të isha dashuruar marrësisht, jo. Mënyra, kujdes tani, mënyra se si ai person i afron femrat, sepse do arrim tek si femrat bjen viktim e këtija. Po. Si femrat bjen viktim e këtyra. Nëse unë qershor të 2021 zëbres në Shqipëri, në Vlorë, me pushime. Ma lejen këtu, kam punuar në spitalin Bambin Gjezu, Guzhunjere.
Në Këshin. Pa. Zëbres poshtun. Kur zëbres në Vlorë, më vi një telefonat nga Roma, nga puna. Më thonë, Sonila, do kthesh në Romë sepse je për në presidencë. E preferuara, e presherta, si që thot italiani, je nga të gjitha këto, je presherta për në presidencë. Okej, unë kthem në Romë. Kur kthem në Romë, unë kam takuar Rizajn. Për herë të parë? Për herë të parë, po. Për herë të parë, Rizajn është sjell me pak fjalë, kur flet me këtë person, nuk të shikon drejt në sy, por je duke folur dhe ai shikon tavanin. Nuk I vura shumë rëndësi kësaj pjese këtu. Por ky person nga Dibra që ti po e njeh, jetonte po në Itali? Jo, në Shqipëri ky. Erdhi Enkas të takonte ty në Romë? Po, erdhi nga Dibra për të më takuar mua. E qartë. Po. Kemi kaluar në Tiranë, unë pastaj kthem në Romë në punë. Vazhdon muhabeti. Unë bëja live në Facebook dhe vija shumë e sharë dhe ofenduar. Nuk kuptoja pse, qysh apo tek, se si kisha bërë njeriu të keq, nuk I kisha rënë njeriu të qafë, përveç se unë kam bërë vetë të mirë në jetën time. Do me thonë, unë si Sonin, veç se të thosha fjalën e mirë, ti mbaj njerëzit me humor, ti mbaj njerëzit me batutat e mia, me shakat e mia, kaq. Shikoja këto Facebookut që vinin me breshëri duke më sharë më ofenduar në mënyrë absurde. Dhe këtë gjë ti e dyshon se ta bënte ky person që dashuroje? Po, I ka konfirmuar ky. Po, I ka konfirmuar të gjitha ky. Facebookut e këtij janë të gjitha I ka konfirmuar vetë sepse mi ka nisur vetë. Atëre, e dashur Sonila, më tregon marrëdhënien, pasi ti u takove me këtë person, për të më treguar historinë e dashurisë së këtij personi, që të kuptojmë që pse ai u hakmor ndaj teje duke të bërë kaq ofendime të mëdha dhe urrëtie, le të themi. Ka gjëra që juve I pat me foto, me video, me denoncime, me screenshot, se nuk mund të flas dot deri shumë sepse duke qenë disa situata, e kupton vetë zonja Odeta që I ki qik me kujdesi në fjalët, sepse në mes janë antiviolenca suletone, dhuna e femrave. Në këtë situatë janë servicet social. Në këtë situatën time, kaq se kjo është një makabër që më është bërë një gjë shumë e shpifur. Por pse ai të ka dhunuar ty? Atëre, janë fotografit, janë videot, janë screenshotet, janë përndjekjet, janë stalking, do me thënë, është mbushur kupa. Atëherë të lutem, më lejo të pyes dhe të ma tregosh të ngjarje. Pasi u takove për herë të parë në Romë me këtë person? Jo, në Tiranë. Jam takuar në Tiranë. Në Tiranë, fillove një marrëdhënie me të. Po. Si vazhdoi kjo marrëdhënie sa ti zbulove që ai kishte një tjetër familje? Jo, ai ka mohuar, aty kam zbuluar për gocën e dytë, për çupën e dytë. Kur dëgjova këtë foshnjë që qante në shtëpi dhe kjo është çupa e motrës. Me pa fjalë, të dyja çupat janë çupat e motrës. Njëra është e motrës tjetër dhe kjo tjetra është e motrës tjetër. Ky nuk është I martuar. Nuk thoshte që jam I martuar. Nuk ka thënë kur atëherë që jam I martuar, kam familje. Ky ka mohuar çdo gjë. Sa vjeç ishte personi në fjalë? Tani ai është I 85-s, 84, 85 mos të gaboj sepse në dokumentat I shkruajtur ditëlindja e tij. 40-41 vjeç. Po. Atëre po flasim 3 vjet para. Ka qenë miri. 37 ishte. Atëre, ç'a ndodh këtu? E takoj në nëntor, po zbres në Vlorë në nëntor për arsyet e mia personale, gjërat e mia. Po. Dhe ishte tek motra në Tiranë. E qartë. Ishte te motra. E takoj aty. Tani çfarë ka ndodhur këtu? Sepse këtu fillon historia e atij, çfarë më ka bërë mua. Në padjenin time. Të jesh duke fletur gjuhë. Edhe të bën foto apo video më sakt. Vetëm Rizat Xhemalallari, sepse ka 2 mbiemra, vetëm një mostër të tillë kam parë në jetën time. Si? Ju ishit bashkë në dhomë, ti po flije gjumë dhe ai të ka xhiruar? Po, isha në gjumë, kam qenë në gjumë, I kam fakte, dokumenta, prova të gjitha. Çfarë ndodh këtu? Unë kam qenë në 27 nëntor të 2021 dhe jam kthyer këtu në datën 30 nëntor, isha për festat, isha poshtë, jam kthyer në Romë. Por
Ai të xhiroi ti ishe me rrobat e gjumit? Jo, fotot janë ndryshe, zonja Odete. Nudo. Po. Pra ai të ka xhiruar ty nudo në krevat. Po. Pa djenin tënde. Pa djenin time, pa djenin time, zotëria. Çfarë ndodh këtu? Kur kthem në Romun, në dhjetor çfarë ndodh tani? Në dhjetor ky për një gjest të papritur, aty e pranoi, e ka pranuar në nëntor, kur unë isha në Shqipëri, që pranoi që ky ka grua, ka fëmijë, okay? Aty e pranoi. Por që ky ka grua. Në momentin që ai e pranoi që kishte një familje dhe ty të kishte partnere të dytë, çfarë ndodhi? I dhe fund. Po, unë ikam, u ktheva në Romun. Po. Çfarë ndodh këtu? Tani zotëria vazhdonte merte, shante, ofendonte, nga fjalët më të ndyra, më të pista që unë nuk kisha pa në jetën time, kemi parë sharje, edhe unë kam sharë. Nuk them që jam ujkulluar, në rregull deri këtu. Pra, që ta kuptojmë qartë, e dashur Sonila, në momentin që ti zbulove që ai kishte një familje, ti e ndave dhe ai filloi të kërcënonte, që pse ti u largove? Po, prit tani. Si filloi të më kërcënonte Rizat që manallari mua? Atëre, historia fillon këtu. Një natë ishte 21 dhjetor i 2021-shit. Ishte dark. Po. Edhe kishte çupën në krevat po flinte. Aty ka ndodhur historia e Rizait, çfarë kam parë unë me sytë e mi. Me fëmijën që kishte në krah. Aty fillon nis këtë foton, janë nis shokut tim. Në 8 janar. 8 janar, është ora, janë të gjitha, kur më thot shoku im, Soni më tha mua, unë të kam motor, di çfarë njeriu je, çfarë femre je, më thot mua. Shikoj këtë, pika. Pra, fotot që kishte shkrepur kur ti ishe nudo në krevat, ja dërgon shokut tënd. Po. Dhe jo vetëm. I shpërndan. Po, dhe jo vetëm. Në ato moment, unë kam marrë vetëm motrën e këtij në telefon. Po. Kam kërkuar motrën e këtij. Po, kam kërkuar motrën e këtij. I kam thënë të motrës, dëgjoj, thash unë, shumë ma beti, që bëni kujdes, shiko hapni sytë. Si nën. Edhe nën mos të isha. Vajz, unë këtë veprim do ta bëja. Të më kushtonte çfarë të më kushtonte mua në jetën time. Sepse zonja Odeta, ne përballojmë me lloj monstresh, me pedofilët, me të gjithë, dhe këtu mbylli sy të gjithë, asnjëri s'ka parë gjë, asnjëri s'di gjë. Edhe çfarë ndodhin, siç shikojmë ditë për ditë apo jo. Të gjithë mbylli sy përpara evidencës. Ti njoftove motrën e tij që ai po bënte një gjest jo të hishëm me fotot e tua. Merret çupën edhe se sille në Tiranë, kam thënë. Motra, kur ja kam këthyer motrës çfarë ka bërë ai të gjitha në 8 janar, më thot Sonish, më thot mua, i kam WhatsApp-et, kam të gjitha, i denoncoj, nuk kam çfarë të bëjmë atë. Por tani të lutem, ma shpjego, ai bënte veprime të turpshme me vajzën e vet apo me fotot e tua, s'po e kuptoj? Ai ishte shtrirë, kuptove të zonja Odete se zovemi në atëja, edhe fëmijën e kishte në krahun në majë që po flinte gjumë. Pra, një njeri, një babale të themi, nudo kryente veprime të pahishme në kamër, dhe pranë vetes kishte edhe fëmijën e tij, vajzën e tij. Po. Sa vjeç ishte vajza? 3 vjeçe. E turpshme është. Atëre, fillojmë këtu, unë punoja në ato kohë, kam qenë në klinika Santa Lucia, më kap Covidi. Ri një muaj në shtëpi në izolament. Pasi unë mbaroj Covidi, filloj punën. Ky niset për në Gjermani në 15 janar të 2022-shit. Po. Ky lë tokën shqiptare dhe ikë në Gjermani. Më ka kërkuar lek, kam paguar, kam dhe lek. Pse i dhe lek kur ti e dije që ai nuk ishte një njeri i duhur për ty? Po lekët janë dhe që mos shantazhoj, Sonila. Pse ai të kërcënonte me këto foto nude që do t'i shpërndaj dhe... Po ja, unë kam qenë e kërcënuar vazhdimisht nga ky person. Pra, ai të kërcënonte që do shpërndante fotot e tua dhe ti i jepje para për këtë gjë? Po. Pse nuk e denoncove në polici? Atëre, është denoncimi, do vim këtu tani. Kalon shkurti,
me përndjekje, 1 milion Facebook, me fjalët më të pistat, me fjalët më të ndyrat, më të shpifra dhe të kampanijët të time, s'ka par asnjë burr tjetër, asnjë mashkull tjetër. Vazhdoj në 25 mars, në 25 mars 2022 unë psoj hemoragji. Qëndroj në krevat deri në datën 9 maj. Çfarë ndodh këtu tani? 9 maj fillon historia e shantazhimit. Në 9 maj, në orën 11:57 minuta, më marrin grupet e Facebookut shoqëria ime tej për tej dhe më thon Sonin, hajde këtu, urdhro më thon mua të gjitha. Unë ngrihem në ato orë e shëndetit e karabinierët të në Rom. Por pse? Ai kishte hedhur fotot e tua në internet? Po, tek Facebooku Asi Tigër DS, tek Facebooku Luan Gjarni, janë prova, janë fakte, sepse atë natë karabinieri i Romës i thot, ishte në video, biles mori dhe në video kiamat. Më mori. Kur ti po boje denoncimin në polici, e qartë? Po, unë isha brenda në gazetën të karabinierëve. Të karabinierët, unë isha brenda në gazetën. Po? I thot karabinieri i Romës, i ka thënë 2 herë, Riza Çela i thot, se nuk e dinin akoma të kishte veri të me thënë, të bënin, veri, se ishte në atë moment ndodhi. Riza Çela i thot, të japim urdhër nga Roma të heqësh të gjitha. Riza Çela, Riza Xhemanallari, sepse ka 2 mjemra, qeshte në video kiamat. Ai qeshte karabinierëve. U ka qeshur karabinierëve në video kiamat. Dhe shkruan në ato momente në WhatsApp, do më hani këtë, ja, do me thonë, do e hanë të gjithë në shteti, unë e të gjithë neve, do me thënë si që jemi, këtu nga Roma, një trimit, një monstro, një pedofilit të internetit, e kupton? Çfarë ndodh këtu? Vazhdojmë akoma. Në 9 ndodhi, unë në 11 përfundoj në spital. 11 maj. Ku janë dokumenta e spitalit. Është e zezë në të bardhë, jo fjalë. Jo fjalë. Vazhdon më fut burrat në telefon. Më fut njerëz në telefon. Edhe unë atë moment, kur më marrin në telefon, bëj screenshotin unë për fytyrat e këtyre, kush janë këta që po më kërkojnë mua? Kush janë këta njerëz të në numrin tim? Në ato kohë, Riza Xhemanallari Riza Xhemanallari hedh numrin e telefonit tim tek Tirana Al. Nuk e di unë çfarë ishte kjo Tirana Al, se kam idenë dhe ta, nuk e di çfarë është. E qartë, e kuptoj. Por, përpara se të vazhdosh rrëfimin... 29 telefonata më kanë ardhur në sekond. Ai që bëri publik numrin tuaj. Sonila, dua të pyes, ti sa kohë qëndrove në lidhje në marrëdhënie me këtë person? Bëj llogari, kam njojtur në 30 qershor 2020, sepse unë kam qenë operuar në 7 korrik edhe në 10 korrik nga tumori, që kështu, po 2020-2021. Një vit e gjys. Në këtë një vit e gjys, marrëdhënia juaj përpose ka qenë brenda mashtrimi dhe nuk e di kjo hakmarrje tani, le të themi, ti ke qenë e dashuruar, ai nuk të ka dashur. Por pse po e bën këtë hakmarrje kaq të madhe ndaj teje, duke fotot e tua nudo duke i shpërndar në internet numrin tënd? Ç'është kjo hakmarrje e ndyrë? Kujdes, se po vazhdon. Si ai akoma vazhdon? Po. Ai po vazhdon, zonja Odeta. Ai po vazhdon, janë 4 persona. Është Erion Loçi. Nga Fushkuja Bandus të Tiranë jeton Astiri, Riza Xhemanallari, Lena Tilda Dorina Meta. Dhe çfarë bëjnë ta persona kundër teje? Nuk e di, atëre. Në ato kohë, kur unë shfaqem, sepse ti e di kur janë e time dhe të gjitha. Jem çik më rezervuar këtu tani. Unë hap Facebookun, dhe në atë moment sa kam hyrë në Facebook, unë kam qenë në sekond, ta kam nisur pravën, kur u vje sharë dhe ofendua në një mënyrë makabër, në një mënyrë shumë të përshtirë. Më ka lërë hap, më ka përndjekur. Në ato kohë zotria, Rizaj ishte me emrin Rezi.
Pastaj, kur u shtuka unë totalisht nga Facebook, nga rrjeti social, u shfaq si emri Loli Malsori. Nuk e njihni si fytyrë. Nuk e dini që ishte ky personi që shantazhoi atë natë për grupe që bëri nami në të gjithë rrjetin social. E dashur, Sonila, e kuptoj që kjo bota e internetit sa e mirë është, aq dhe e frikshme. Është merr, është shumë e tmerrshme, shumë e frikshme. Le të themi që ti je përndjekur online nga ishi dashuriot. Duke Po, edhe vazhdojt akoma. Vazhdojt akoma. Përveç se ke bërë një denoncim në policinë italiane, dhe ai nuk jeton në Itali aktualisht. Jo, ai jeton në Gjermani. Ti ke mundur dot me familjarët e ti të kërkosh ndihmë për të thënë që ky person po të shkatërron jetën? Atëre, arrim tek familja e këtij. Në qershor të vitit të kaluar unë zbres në Shqipëri. Po. Vajta tek familja e Rizajt në Pollazhan të Dibrës. Ke shkuar për t'i takuar? Po, vajta. Po, vajta unë, pse vajta? Ta them edhe këtë pse. Më ka marrë djali në 5 maj, 16 videokiamate fëmijës tim. Fëmija im është i paprekshëm, si çdo fëmijë është i paprekshëm, zonja Odeta. Nëse ti ke diçka me mua, kërko mua, s'ke punë të marrësh telefon fëmijën tim, me fëmijën tim s'ke punë. Rizaj merrte djalin tuaj. Po, ka qenë në prezencë të karabinieri, telefonin karabinieri të kishin në dorë të Kevit, të djalit tim. Në atë moment ishte karabinieri që marrte telefonin kur ishin 16 videokamata të atin që merrte me numër gjerman, nga Gjermania. Sepse ka shkruar emrin e çupës tek numri i telefonit. Dhe ti u nise dhe takove familjarët e tij në Dibër. Vajta, kam vajtur në Pollazhan të Dibrës, e kam deklaruar dhe këtu në antiviolencë dhunës së femrave, shtetit, doktorëve, të gjithëve. I kam lajmëruar që unë vajtat e shtëpia këtia. Kur vajtat e familja këtij gjej gruan. Me 2 goca, edhe kjo shtatzane. Okej. Më thotë, i thash jam Sonila, vi nga Roma, i thash. I qoj Sonila, thash, vi nga Roma, sepse është diçka shumë e ndërlikuar, shumë abet i rëmë, urdhëro më thama të bëj kafe, jo nuk të faleminderit i kam thënë, po doni kafe, ja pun për jashtë, apo këtë nuk pi kafe. Jam ul tek shkallët e shtëpisë. Çupat me erdhën e qafë. Nëse unë jam njëri që fëmijët i dua. Janë gjithçka. Po, sepse punoj dhe aktualisht të qenë dhe me fëmijët. E kuptoj. Atëre, po. E shoqja është ulur në shkallë edhe po shikonte të gjitha. Është burri jot ky? Po. Është burri jot ky? Po. Është burri jot ky? Po. Ajo tani, porin të kështu ka bënde me do shumë kokës e saj. Nuk dinte çfarë përgjigje të jepte. Të mërshme. Merë të shoqin në telefon dhe më tha, Sonila tha, dje mora në telefon nuk më përgjigj, asot nuk më shpërgjigju në telefon. Unë i nisi vokal, WhatsApp, në telefonin gruas, jam këtu, ndalo të më marrësh fëmijën në telefon. Unë iki, kthem shpirti me rronë. Kthem në shpirti me rronë. Po ndalemi pak. Dashur Sonila, takimi me gruan e tij, besoj ka qenë e rëndë dhe për atë e pafajshme dhe ajo zonë. Ajo nuk e priti sepse ajo tha nuk burrim ka ikë për punë, nuk ka ikë për burrim apo burrim të bëj këto veprime. Ti ja tregove me foto të gjitha? Po, sepse është fashikuri. Mbi 1000 e ca faqe kemi arritur deri tani. Për çfarë po bën? Besoj që asaj i ka rënë në tavani mbi kokë kur i ka parë dhe imagjino e shkreta, edhe shtatzani. Kaq kuptoj, se jemi femra, jemi nëna. Jemi gra. Ajo është e pafajshme në këtë histori, është shokuar ku ka mësuar çfarë ka bërë burri i saj. Ajo është ulur te shkallët. Unë kam patur dhe vetë si femër, pata shumë kujdesi sepse duke qenë femër shtatzane, thash o zot, imagjino të shikoj burrin, çfarë ka bërë burri. Të gjitha, edhe më të vjet ke se njeri është. Nuk është prej hekuri e bie botës. Nuk e di ajo çfarë bën burri i saj me ata. Kur i thashun burri jot, jeton me Lena Tildon në Gjermani, rezulton në këtë vend, në këtë vit e të gjitha që nuk i them dot sepse janë gjërat më të rënda nga ç'po them unë aktualisht thotë. Unë po të tregoj pjesën time. E qartë, mos të hym tek lidhjet e tjera të tij, e kuptoj. Bravo. Por ti tregoj pjesën në fund nga telefoni i gruas i dërgove një audio duke i thënë që unë jam këtu me gruan tënde.
Po, aty e shoqja kur vika unë më tha mua Sonila tha, të lutem vetëm mos të vej burg, më tha mua, sa do të si të më shpërblim, nuk dua lek, thash. Të pagoj atë që ka bërë, edhe po bërë. Këthem në Rom, vazhdohet historia. Por çfarë ndodhi? Ai të telefonoi pas asaj audio që ti i dërgove? Jo, ai çfarë ndodhi këtu tani? Ai ka futur Erion Loçin, që është nga Fushkruja Banus në Tiranë, Astiri. Erion Loçi dhe Risa Xhemanallari janë grupi Facebookut. Grupi Facebookut. Dhe në live-et në TikTok, unë ju kam nisur një numër që mund të merrni në këto momente live, dëshmimtarin, që ju kam nisur një numër edhe ta merrni dëshmimtarin, sepse është dëshmimtari i të gjithë kësaj historie, çka ka parë, çka ka dëgjuar e të gjitha. Por mund ta futësh ti në këtë live, mund ta futësh dhe e përshëndesim dhe ta dëgjojmë dhe edhe këtë person. Atëre, Sonila, kemi edhe Flamurin këtu. Flamur, përshëndetje. Përshëndetje. Keni qenë dëshmitar i një live-i ku Sonila është sulmuar nga partneri. E dashur Sonila, mund të ma tregosh dhe më pas do pyes dhe Flamurin. Çfarë ndodhi atë ditë në live? Atëre, te live-i ka ndodhur kjo. Me Erion Loçin vazhdimisht në për live, nga anë Erion Loçit, në për live ka thënë këto, ku e kam të regjistruar, më nxinin këtu në faqe të parë të shantazhoj Soninën, të digjeneroj Soninën, ta çojmë Soninën të vras veten. Të çojmë Soninën të vras veten, ta shfaqim nga rrjeti social, sepse Sonila ka prova, ka gjëra shumë të rënda në drejtim të Riza Xhemanallarit. Çfarë ndodh tani? Erion Loçi bashkë me Zigzakun, që në TikTok Zigzak, 9185, e ka 1 milion adresa ky Xeli, është full me adresa. Të themi Riza Xhemanallari me saktësi, çfarë ndodh këtu? Erioni edhe Zigzaku kanë thënë këto në live. Neve do fusim të tjerë të shantazhoj Soninën dhe ne do dalim si të pastër. Ne do përdorim të tjerët. Të lutem, më lejo të flas dhe me Flamurin. Flamur, ju si njiheni me Soninën? Nëpërmjet TikTokut apo jeni miq të vjetër? Jo, ne jemi miq të vjetër që në grupet e Facebookut. E kuptoj, në live-et e para të Facebookut. Po, dhe Sonila hapte live në atë kohë. Edhe të them të drejtën, unë e ndishja gjithmonë e respektoja, se me të vërtetë Sonila ju nuk dua t'i pëshjevi më shembull se po e ndihmoj unë për këtë çështje, po është në realitet e sinqert dhe e drejtë dhe e pastër, a kupton? Por po i bëjnë shumë padrejtësira. Shumë padrejtësira që unë për vetën time kur kam pa jam shoku. Çfarë ke parë ti dhe çfarë ke lexuar në adresën e Sonilës? Unë Sonilën ishe në për grupe tjera patike dhe fillonin ta shantazhonin në për live. Nuk e di sa më kuptoj janë grupet e Facebookut. E qartë, e kuptoj. E mora erdhi te grupi im. Unë kisha një grup, një faqe Facebooku, erdhi rastisht, e bëra admine dhe ishim shok, ishim miq. E kupton, personin fjalë ky Zigzagu vjen dhe e shantazhon në një kohë që isha unë prezent në live me Sonila. Isha unë prezent. E qartë. Edhe i them, mos e shajtu se tu po e sham në shtëpinë time. Është faqja ime. Po. Ke që kem privat, i zgjidh vetë gjërat, jo në shtëpinë time. Ky vazhdoi akoma. E bllokua me një adresë, erdhi një tjetër, e bllokua me një, erdhi një tjetër. Më futet mua privat dhe më shan mua, dhe më shantazhon mua, kërkon bisedë me mua. Edhe më thot mua që ajo është psikopate, ajo është e çmendur, ajo pin ilaçe, atë do ta digjeneroj, do ta diskriminoj, unë i kam video, i kam foto, i kam këtë, i kam bërë atë. A kupton? Nga thënë shprehimisht dy fjalë. Në grupin tim
nuk i ke shanse. Në grupin tim. Në të grupin tjera, për qa të dush? Në grupin tim ja. Fillon të më shantazhon të më kërcënon të mua, deri sa arriti një pikë dhe më bëri me fotografi me gocës, unë kam një gocë. Do më thënë, ky konflikt arriti deri tek fëmijët? Po. Më bëri me gocën, dhe aty u acarova jashtë mase dhe unë nuk i kam lënë gjë pa shajt, gjë pa shu, i kam bërë unë me po ati personalisht. I edhe unë ja gjeta fotografit e gocave të ati, por nuk isha ignorancë, unë fëmija nuk më ka bosh. E qartë. E kupton? Këto janë degenerime të skajshme, nëse arrije dhe preket fëmija dhe merren fotot e fëmijëve dhe përdoren për qëllime të tilla, është skandaloze. Po, është skandaloze, unë kam gocën të vogël, në atë kohë unë gocën i kisha 4 vjeçë, e kupton, edhe unë gocën e kam pas 3 muaj me epilepsi, dhe kur e ka pa dhe njerëzit e mi në rrjet social, më kanë marrë direkt telefon, se unë atë kohë jetoja në Francë, e kupton, më kanë marrë direkt në telefon që ku ky po na shantazhon, po na shan, po na I dashur Flamur, e kuptova, ti e mbështete dhe e theksove I dashur Flamur, ti e mbështete dhe e theksove më shumë situatën që Sonila po tregon për disa persona që bëjnë këto gjëra online që janë të dënueshme. Ndërkohë ti e munduar të mbrosh mikeshën tënde dhe i e bër edhe pjesë e këtyre personave të cilët kanë marrë fotot dhe të kanë kërcënuar dhe ty. Nëse këta persona që ju i bët publik me emra dhe me pseudonimet e tyre që janë online, nëse janë duke na ndjekur, unë dua që ditën e sotme ke një mesazh për të përcjellë këtyre personave? Se unë jam e sigurt që ndoshta një pjesë e tyre mund të reagojnë dhe mund të më telefonojnë. Po, i pranoj, mirë se të vinë. Sonila, do vazhdojmë bisedën të dyja së bashku që edhe Flamuri mos ta mbajmë gjatë në këtë live. Ke një mesazh që do të përcjellësh për këta persona, Flamur? Po, mesazhi im është që këta persona automatikisht të kapen, të arrestohen dhe siç kishin mëshirë ata të ligjënerojnë një grua si Sonila, një nën, ta kërcënojnë, ta ligjënerojnë me video, me foto, sepse unë non kom pas vetë, se ka ca kohë që më ka vdekur. Ngushëllime. Kam gruan, kam fëmijë, gocë vetë, kam motra, dhe është turp i Zotit të degenerohet, të diskriminohet, të shantazhohet një femër si Sonila. E qartë. Më vjen shumë keq për këtë situatë. Është Erioloqi, Bizançe Manallari, Dorina Meta, Lena Tilda. Këta e katër emra më fal pak Muli më fal pak. Këta janë katër emra që unë, Muli, që të kapën të arrestohen pa e qartë. I dashur Flamur, të falenderoj që hyre në këtë live. Nëse historia është kështu, është skandaloze e gjitha, uroj që të ketë një zgjidhje dhe të përshëndes Flamur. Faleminderit. Të përshëndet dhe gjithë të mirat. Faleminderit. Faleminderit Flamur. E dashur Sonila, e dëgjuam dhe Flamurin, i cili tregoi që dhe ai ishte kërcënuar. Tani të lutem, këta 4 persona, mund të mi thuash dhe njëherë kush janë? Atëherë, emrat janë, po të shpjegoj Dorina Meta që ka marrë pjesë aktualisht në video, është fakt, ku i thot ky kanë fotot, kjo i thot nuk të kuptova mirë, do bëjmë biznes e bashkë mbas votacioneve. Është fakt që është denoncim në Itali, ky fakt. Pra, edhe një femër bën gjëra të tilla. Po, e kemi provë. E qartë, është dokument. Riza i dashuriot është kryesori? Po, kryesori është. Edhe Lena Tilda që bashkëjeton me Rizaj në Gjermani dhe ajo thot në live. E digeneroni, e diskriminoni, e shantazhoni. Provë, video, fakt. Te live i Dorina Metës. Ku Dorina Meta e ka kapur të gjitha femrat mbar duke sharë, duke bërë skandal. Të mërshme.
Një nën nuk mund të shajnë ato mënyrë, të gjithë kemi sharë, të gjitha. Por jo ditë e natë, jo të bashkëpunoj, jo të bëj biznese, jo të bëj të afare. Atëre po kërkoj të drejtat e mia. Jam femër dhe jo në emrin tim vetëm. Në të gjitha femrat që vinë të shantazhuara, të dhunuara në rrjet social, të merren masa si nga shteti shqiptar, jam shtetase shqiptare, dhe i kërkoj spakut të merren masa për këta mostra. Se nuk mund t'i quaj njerëz. Sonila, Kanë qarë fëmijë, kanë qarë nëna të sëmura, që i thonë ju kanë anulluar vdekjen, që janë me kancer dhe tumor. por unë besoj, unë nuk i njoh këta njerëz, sigurisht, unë le të them që kam një adres TikToku dhe dikur kam hyrë live dhe kam folur për punën time, sigurisht jam pjesë e rrjeteve sociale, dua apo nuk dua për shkak të punës që bëj, nuk i dua në thelb, ma beso, nuk i dua në thelb rrjete sociale, sepse duke dëgjuar të tilla histori se çfarë ndodh në këto live është të vësh duart në kokë. Dhe mua më ditë për ditë, të lutem që më faq që të ndërpres. Unë ditë për ditë nuk jam në TikTok, Odeta, unë futem kur kam atë kohën time të lish sepse punoj, jam familjare. Unë kur hap TikTok më vi për të vjedh. Emri im, emrat e të gjitha femrave duke sharë, duke ofenduar. TikToku është një rrjet social që realisht në Shqipëri u mor masa nga kryeministri të mbyllej fare si rrjet social, se ka një gjuhë urrëtie dhe një degenerim sa nuk mban më dhe unë jam pro mbylljes së TikTokut. Faktikisht, ta janë kush është në Itali, kush është në Gjermani, kush është në Greqi. Atëre unë kërkoj shtetit shqiptar, flet arresti në të gjithë Evropën për këta njerëz. Nuk mund të jenë të lirë duke shantazhuar fëmijë, nëna, duke dhunuar njerëz të sëmur, duke bërë veprime shumë të rënda, këto janë makabër. Nuk mund të quaj njerëz. Unë e kuptoj. Njeri është tjetër gjë. Njeri është kur ulesh, dialogon, flet, komunikon. E qartë, e kuptoj, por sot u bë një kohë gjatë që ti je ndar me atë dhe ai ende nuk të lë të qetë. Mos më intereson mua ai se është i gjallë apo i vdekur. Mos më intereson sepse po i ki ligjërisht. Qa do nga mua Erion Loçi, qa do nga mua Riza Xhemalallari që dalin në për live do t'i gjenerojnë, do shantazhojmë Sonilën. Ne do u themi të ta bëjnë të tjerë dhe ne do bëjmë se ira aty do rrim kështu. Qa janë këto gjëra, Odeta? Të lutem. Do me thënë, ne do t'i japim ty, merrim për ti, edhe ne do rrim këtu të bëjmë se irë. Qa janë këto? Të merren masa, shteti shqiptar, të marrë masa për këta njerëz. Për këta mostra, se si quajnë dot njerëz. I kërkoj shtetit shqiptar, jam shtetase shqiptare, kërkoj të drejtat e mia. A ke bërë ti një denoncim në policinë shqiptare? Kam qenë në Shqipëri, isha në polici e krimeve dhe më tha, Sonile, ka çështjen Italia, nuk më intereson Italia apo Shqipëria mua. Unë jam shtetase shqiptare, denoncim tek live juaj ju lutem, kërkoj shtetit shqiptar, spak të marr masa për këta. E dashur Sonila, le të themi që ata ti i ke bllokuar në telefon. Më i pësot të ti fari kam të blokuar të gjithë. Po pra, e qartë, e kuptoj. Këtu po bëhen Erion Loçi, bashkë me Zigzaku dhe Lena Tildën janë shok të vjetër. Këta thonë, neve do a japim atyre, ta bëjnë ata dhe ne do bëjmë se irë. Ma më duke skandaloze të gjitha ato. Dorina Meta do ja përgjigje shtetit italian për këtë çështje. E dashur Sonila, nëse këta persona mua do më kontaktojnë dhe kërkojnë t'japin versionin e tyre. Pa tjetër, ta japin edhe me fakte me prova. Jo, a jeti e gatshme të jesh në një përballje me ta? Pa, dëgjoj, atëre, unë nuk mund të jem në përballje sepse duke qenë denoncime dhe janë hetimet, këta do përgjigje me mua përpara drejtësisë. Ka nisur një proces. Nuk do të kem kontaktin. Unë personalisht me këta persona nuk do të kem kontakt, do me thënë, drejt këtu në transmision. Absolutisht jo. Se ka nisur një proces. E qartë, një proces. Në shtetin italian. Është procesi? Më fal. Se harua thosha, Riza Xhemalallari ishta përgjyqi në 22 janar 2023, në 6 maj gjyqi parë, edhe po vazhdojt procedura, Odeta, po. Nuk mund të jemi në kontakt, për mua të vinë të gjithë, për mua si Sonil. Se u anëzirë këtu të gjitha. Tak. Por nuk mundem dhe se s'ma lejon ligji mua këtu italian. E dhe ti di shumë mirë këto procedura. Pas gjithë këtij skandali që të ka ndodhur në rrjetet sociale, je treshur nga jeta online, nga bota e online, kjo virtualja?
Nuk kam se të rriqem sepse janë mostra që duhet arrestuar, zë të kemi ne frikë nga mostrat. Jo të kemi frikë, por ndoshta ta jap si këshill dhe të flas shumë sinqerisht. Ndoshta ky presion kaq i madh, kjo ngarkesë kaq e madhe që vjen nga një botë virtuale, nga një botë jo reale, ndoshta do të bënte mirë edhe për shëndetin tënd, qoftë atë fizik edhe atë mendor, të shkëputesh e pak. Dëgjoj, unë u shkëputa për disa kohë, 2 vjet. U shkëputa. Hyra në TikTok sepse mora provat që ka përndjek fëmijët e vegjël. Edhe i kam prova dhe këto. Si ka përndjek fëmijët e vegjël, se po më çuditë, po më shokon. Jo, mos u shokoni fare. Janë fakte prova. Celi 1 që përndjek goca 13-14 vjeç që kam provë, të lutem. Si përndjek? Online? Po. I kam prova. Jo fjalë. Tamam është e frikshme bota e internetit. Që prindrit duhet të kenë kujdes me fëmijët në moshë. Jo njerëzimit e mostrave. Bota e internetit nuk është bota e njerëzimit, po është bota e mostrave, e pedofilave edhe manjakëve. E dashur Sonila, ju e denoncuat sot këtu në live më Odetën, uroj që këta persona të marrin dënimin e dur për gjithçka që kanë bërë në jetën tënde. Unë kërkoj të drejtësi. Nuk dua as buk, as ujë. Drejtësinë time e dua. Dhe, më fal të lutem të nënvizoj diçka. Nuk janë vetëm unë. Janë shumë femra që janë të shantazhuara nga Rizat Xhemalallari që janë prova. Kam denoncimin e një gruaje nga Shqipëria që ma ka nisë mua nga Durrësi, ma ka nisë e ka mund këtu në Rom. Çfarë u bën ka online? S'keni para asgjë zonja Odete, më pyet Sonila se çfarë kam parë me sytë e mi, mos pafsha më në jetën time. Sonila, djali juaj është i madh. Ai e ka përjetuar dhe ai keq, besoj. Të gjithë histori. Për këtë tas këtu zota prek shumë se do përgjigjet drejtësisë Rizat Xhemalallari, Dorina Meta, Lena Tilda dhe Erion Loçi. Ky është tasi që këta do të përgjigje përpara drejtësisë. Mirë, dua të qetësohesh. Dhe dua drejtësinë deri në fund. Do ngrë zërin derisa të kem jetë. Këm për të ecur, zë për të ngritur, drejtësinë time dua deri në fund. Të jemi qartë njëre për gjithmonë. Nëse këta persona do t'i kishe përballë, siç më ke mua sot, çfarë do u thosha? Që keni çupa. Keni goca vetë. Imagjinoni nesër pas nesër. Atë që ka përjetuar Kevin e përjetofshit juve në shpirtin tuaj. Kevin është djalim. E mora me mend. Dhe sinqerisht më vjen shumë keq. Atë që ka përjetuar fëmia im 3 vjet e përjetofshin në shpirtin e tyre, kaq të them. E din karabinierët këtu, e di policia këtu, e di antiviolenca këtu. E di servici social, e di doktorët, e di këta të gjitha. Janë dokumenta. E kuptoj situatën që ke kaluar, e kuptoj qartë dhe forca për t'ja dalë. Uroj që këta persona të marrin. Sonila, nuk dua të qash. Odeta, ja dhimbi që po përjetoj 3 vjet. Dua drejtësi, dua asgjë. Dua këta njerëz të marrin dënimin e duhur. Nuk dua asgjë. Edhe çka ka përjetuar fëmia im, dënim edhe në drejtin të Kevit. Po. Nëse se bën ligji do ta bëj vet. Nëse ligji nuk e bën do ta bëj vet. Drejtësinë. Mos mendo vetgjysi. Gjithnjë ka drejtësi dhe drejtësia shkon deri në fund, kështu që ma beso këtë gjë. Ju e denoncuat sot, unë uroj dhe shpresoj që këtyre njerëzve që të kanë bërë keq, dhe nëse historia vazhdoj ta theksoj, historia është kështu, këtyre njerëzve duhet shirë ajo mask dhe të marrin dënimin e duhur. E dashur Sonila, unë të falenderoj. Me Teasi Tigër DS, Luan Gjarmi, e fotografi, në fund fare e fotografinë e të dy bashkë, kupton? Ishin karabinierët atë natë. Që shikoni live, janë të merruar karabinieri i Romës.
Shteti. Unë gënjej, ky gënjen, të gjithë gënjen, po gënjen ka dhe karabinier tani, e kupton? Të gjithë gënjen kamineve. E dashur Sonila, ne do betemi bashkë në kontakt. Qetësohu, fshi lotët, më vjen shumë keq për të gjithë situatë që ke kaluar në jetën tënde. Do betemi në kontakt dhe uroj dhe lutemi që këta persona që të kanë jo dëmtuar, jo të lënduar, po të kanë shkatëruar jetën tënde në këto 3 vite, të marrin sa më shpejt dënimin e dur. Do betemi në kontakt dhe jepi forca vetes. Jam e fortë, do luftoj. Jo vetëm për veten time, po do luftoj edhe për të gjitha femrat dhe të gjithë fëmijët që i prekin këta mostra. Dhe e mbyllim këtë live me një mesazh për gjitha ato nëna që ndoshta kanë kaluar të njëjta situata si puna juaj. Atëre, unë po ju them një gjë si Sonil, ju më njihni me vite në rrjet social sepse jam shqiptar, pa që kam bërë live atëre. Më keni dashur, ju ka dashur Soni. Më keni kërkuar ndihmë, ju kam ndihmuar, sepse ju vini të shantazhuara në ato kohë. Më ndodhi mua. E do të thot një gjë Soni, ju lutem, ju kam qan, ju kam shpirt, ju dua shumë. Mos zini bes as kujt në rrjet social. Në asnjë mënyrë, jo, kujdesni telefonatat, kujdesni kur flisni në WhatsApp, kujdesni goca në Messenger, ju lutem, që nga çupat e vogla deri te moshat e mëdhaja. Ju dua shumë. Ju kam qan, kujdesni sepse këta kanë lindur të tillë. Por ju nuk i kuptoni dot. Nuk i arrini dot të kuptoni, unë kam kuptuar mbas një vit e gjysmë që ishte pedofil, është monster. Nuk e shfaqin veten direkt, janë manipulator, janë njerëz të qetë, janë si skutha, që të dini mesazhet edhe të jap mesazhe se si janë këta, bëj si Varfanjakun, thua ti kur e shikon thua sa gjuna është për mëshirë. Kujdesni këtyre njerëzve. Soni ju do shumë, ju më njihni me vite, e dini shumë mirë se sa kemi bërë gallata që fyre me mua si Sonil. Unë gjithmonë do jem gjithmonë batutën time, në këto momente nuk kam fuqi të jap batutat sepse kam dhimbje shumë të madhe. Mirë, Sonila, të përqafoj dhe mbetemi bashkë në kontakt. Patjetër. Faleminderit. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku çdo paradite, live ora 10, jam me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.